padyshim ka patur dhe lëvizje, por që janë paraqitur në SPAK Belind Klliçi dhe figura tjera të Partisë Demokratike. Vijojmë të jem në studio me avokatin Romeo Karaj pikërisht për të diskutuar mbi këtë çështje. Avokat, si të duket kjo lëvizje, edhe pse në fakt ndoshta shumë kallëzime janë në SPAK edhe në prokurori për zotin Berisha, por nis hetimi për rastin e kuvendit të mbajtur në 2021-shin, në mos gaboj si datë. Nëse të kujtohet kur u shkarkua dhe Lulzim Basha që është marrëvula e Partisë Demokratike. Tani e ka nisur kryesisht apo në kuadër në jetimi tjetër, nuk jam gjendë këtë moment të them, por nëse ka një jetim tjetër, ka një çështje tjetër procedurale, atëherë kjo i shtohet asaj çështje dhe zakonisht do të shohim edhe kemi parë tani së fundi, po paralelisht është me aferën Partizani në mos gaboj. Atëherë, po me aferën Partizani ka qenë e gjithë çështja ka qenë po thuaj një hetim pasuror, po ta shohësh në vetvete. Po edhe të ishte një çështje tjetër, që nuk ishte afera Partizani, do t'i shtyente, po të kishte bënte me konflikt interesi, me korrupsion e me tjerë, do t'i shtyente me kontraband, trafiku të tillë. Prokurorët që paralelisht të nisin dhe këtë çështje, domethënë. Po. Për të vërtetuar faktet dhe për të ofruar prova të bindëse dhe për të shkuar pasaj tek sekuestrimi, konfiskimi. Të rast kemi një hetim i cili do të vërtetoj tani lishmërinë aktivitetit. Pra, ky hetim po na shtyn për të vërtetuar lishmërinë aktivitetit. Pra, pas ka indicie që lidhur me financimin e këtyre aktiviteteve. Për mua do ishte më interesante që ne të mbyllim mirë, se u diskutua vjet të kohë ka filluar, jo në shkurt, dhe kemi diskutuar në këtë studio disa herë lidhe me investimin për Lasivitan, pra për kontratën me Lasivitan. Unë mendova se do të filloni më të fillimisht. Po kanë filluar me këtë. Po sipas ligjit 2 muaj pas zgjedhjeve që ne ta dim tani, që është investimi i lishëm apo edhe ta fillonte me të dyja partitë domethënë. Se nuk besoj që këto partitë e mëdha kanë respektuar atë buxhet kufizuar. Ai është një buxhet i kufizuar për to dhe fushate. Askush nuk e beson. Ai buxhet por pra kurse 2-3 kandidat, ai buxhet sa ishin një nga partitë ishte për 2-3 kandidat, ja maksimumi për 5. E drejtë. Tu është bërë një pra buxheti marrë nga KQZ-ja thua. Po normal. I përfituar, po, e drejtë. Buxheti i vogël, relativisht i vogël. Lloj legjendash tani, po i marrin me rezervë dhe i bie kjo që them unë. Ka raste edhe njëri ka xhuar aq. Shohim. Ka pasur portfolio në media lidhur me këtë aktivitet e tjerë, do shohim si do konkludoj. Po pastaj duhet shohim nëse është e lishme vazhdon kështu siç jemi, nëse është e palishme ç'a ndodh. Pra këtu duhet të fokusohet, besoj, biseda herën tjetër. Nëse deli palishëm financimi, ç'a ndodh? Se ne i lëmë, pra. Ju njëni ligjin, çfarë ndodh? Po mirë, nëse deli palishëm, atë është i palishëm edhe vendimi. I bigi zhbën gjitha këto, si do veproje? Nesër prokuroria. Se këtë pyetje nuk e bën njëri. Pra ky organizim do quhet i palishëm, mirë, doli është i lishëm, edhe nuk po uroj, se jam shumë i ftohtë tani, domethënë. Se lodhesh duke parë notacionin thon opozitës, jo më nuk jam i tillë. Unë kam dashur me si ratë shkojmë punë, po me që jemi në këtë vend që ka 13 vjet që i bjet opozitës dhe përfajin kur s'ka ujë atje, është skandal. Unë po e gjykoj më në ftohtë. Po nëse del që janë të palishme të financime, si do veprohet? Ka një detaj shumë interesant dhe jo se bëhet fjalë për rastin e opozitës, se ju besojmë njihni mirë kur bëhet fjalë për të vërtetën, po Hidayet Beqiri, avokati i njohur, ka bërë një deklaratë në studion time dhe ka thënë që pasuria e familjes Berisha shkon në $20 miliard. Dhe nuk duhesh ta komentosh këtë se e ka bërë tjetër kush, për të kuptuar se këto janë shifra që na shastisin e popullin e thjeshtë. Politikanët tanë shqiptarë shkojnë vërtet në këto shifra marramendse? Jo. Duhet kuptuar që mund të shkojnë, nuk e vend dyshim, që mungojnë miliarda nga buxheti i shtetit dhe mungojnë shqiptarëve, ajo që i mungon një shqiptarit thjesht është për shumicë e ai që e ka grabitur ata në mënyrë pa drejtë, domethënë. Qoftë edhe me ligje, se ti bën ligjet që
rrit një grup të vogël njerëzish, pra shpërndarjen e pasurisë e bën me ligj të tillë që i rrafshon dhe shtresën e mesme, krijon të varfër pafund, edhe fuqizohet një grup njerëzish. Kjo ka ndodhur deri tani. Sistemi ka rënë dhe ka njerëz që janë